Nuk rrezikova vetëm malin, por rrezikova edhe veten time. Se nuk, ne themi, e hodhi poshtë shokun për me dalë mirë vetë. Unë e hodha poshtë edhe veten edhe malin. Për këtë i kam kërkuar falje dhe i kam thënë që në qoftë se ti nga ky veprim ndjehesh i prekur dhe rrezikohet Big Brother jot, unë pa pikën e problemit do mundohem të bëj një zgjidhje që barra të bjerë mbi mua dhe të siguroj që do ta kisha bërë. Në çdo rast. Ashtu dhe. Tani kthehemi te ty. Kur të kam shpëtuar, jemi takuar bashkë. Edhe unë në një presion si nga sfida, si nga zjatja e lodhja me radhë, si nga fakti që e dije që kisha vënë në rrezik raportin me Malin, që duhet ta qartësoja, po dhe me Mateon, e kupton? Që pa diskutim e kam shumë më larg. Ti fill mbas kësaj në vend të thoshe Stenaldo, tani relax, u kry kjo punë, fillove duke thënë lloje soi fjalësh që nga mua ma bëri Rogerti, unë se jam ty mirënjohës, ti s'ke bërë gjë për mua, që unë deri në ato kur s'kisha thënë tani nuk do të shpëtoja vetëm ty. E më detyrove mu me eskalu edhe me qujt pasaj klon cirku që vallaj nuk pendosh. Shko pasaj ke Juela që ta mbyllim të bisedë. Bëri të njëjtën gjë që bëre ti dhe pesha shumë e madhe sepse ishte personi për cilin unë e bëra atë zinxhirin atë lëvizjen e. Vallaj të shkom. E kupton? E bëri atë. Nuk kisha asnjë justifikim për të sjellë me mua siç u soll, për të thënë gjithë ato fjalë që tha, për të mos patur asnjë lloj mirënjohje. Sigur thoshe Stenaldo, faleminderit. E kupton? Faleminderit. E bëre se 1 2 3 4, ama faleminderit. Dhe mbajti një qëndrim komplet të kundërt me mua. Ti mendon që filloi mbas lojës ai qëndrim? Jo, e ka patur me kohë. Dhe unë gjithmonë e kam thënë, Juel, gjyko fjalët. Mos gjyko njerëzit që ti thon. Jo fjalët që dëgjon. Juela vendosi të bënte ndryshe. Tani unë ty nuk kam çfarë të kërkoj ndjes, s'kam si të kërkoj ndjes. Absolutisht. Ashtu dhe. As nuk kërkoj të më thuash faleminderit se s'ke pse të më thuar se nuk kam bërë një hata të madhe. Po me që më flure ana njerëzore ku brenda, po them, për anë njerëzore të kam respektuar, edhe të kam ndihmuar sa kam mundur që të dalësh në lojë, që kur ke ardhur në ditë parë. Malim ka shpëtu. Malim ka shpëtu. Dhe unë ja di për ashu. Po ja thash emrin për të madhin zot. Pyetë tani nga se mos e përmend emrin. Tani vazhdojeni bisedën bashkë edhe unë po. Që shokon nga në fillim, para se më thon shitet fyra dhe karakterin. A do ma bësh me atë latën e mirë? Okej, çisho po ta bëj pyetje. A din as e din, se din ta kallzoj. A din? Çish është? Jo, nuk e di se ta. A ta kallzoj ç'është? Këtu shahet familja. Dhe pastaj pin kafe së bashku. Ky s'ma ka shojt familjen mua. Çaj ma ka shojt familjen. Ç'o ti bëjnë aty që është budall? Okej, kuptoj e konga shoka. Okej. Ka diçka. Ditën e mirë. Hajde pra mirë. Ti do najt me persona që shohin familje. Unë sërri me persona që shohin familje. E di unë me të nga marrën. Me të e kam personale, okay? Normal më. Me të, me këto e kam personale. Me këto e kam për lojë. Këtu më Ti vazhdon lojën me atë. A këtu më rana kam me to personale. E tash se ke ti personale, unë do të më thonë se s'duhet me nejt me atë. Tjetër. Jo, po zgjidhi vet. Unë jam prononcu për atë që ka bëu. Unë jam prononcu për atë që ka bëu ndaj teje. Edhe jam prononcu direkte. Aty direkt. Kaq. Dhe ti për mu, je ai djali që të kam thënë që ditën e parë,